Jasniu. Sa dedicato Cambora tu? Sa dedicato Cambora tu tovarova? Kjo është që në 76 në kjo këmbor. Po. Kjo një dhe kjo këtu, që kam pas në të kooperativës. Sto pas ta jau, konsumoni, ca i shita, i ka Greqi, më kam pru në Greqi atë gjithë. I mban si relik për kujtim... Po kam qenë 27 vjetë qobanu, miku. Vetëm edhe në të kooperativës. Edhe me të mija të kam dojnë për vjetë usmura. Atere, kjo është gjithë pasuria jote, edhe fjölli, edhe cylla dujare. Tani dua të më shkojmë me jashtë, të më mbjesh pak me cyllën, t'i bjem atje në vënd. Atje. E di că kam paru që se unë se kam pasu që. Po. Njëherë kam t'i gjora Razipa garë. Por Razipi ka qenë mjeshtër në lumin e vlorë. Edhe ka të nipin që ka vajtu dhe bjeta sulë. Këndon me grupin e Vëranishtit. Me ata të grupin që kushtit Sarabe. A ishte erë si grup. Kush va ka mësuar? Si e keni trashëgimuar ju në vlorë? Hiq fare, u këtu kam t'i gjorë njëherë një plak. Ish janë moshën 8 vjeç. Shako i sarë. Njëherë të gjova tek stane tanë që kemi në një ndevë nga kanë dhe i Skënderi. Ata që i poshtë në që i bilarë, në qësë më gjafatë, të e bloku. E pa që a shakon qysh luajti ato, dhe unë veja ruaja qetë e kooperativës, kur dili janë shkolla veja me qetë. Jetë marë bërë zamarë me dhe, si që luajti gjishtin gja shaku, ashtu edhe unë. Vetëm unë kam qenë atë gjithë, ta gjash vlezër, vetëm unë kam qenë gjithë. Jam se vdalli. Po fshati vazhdojnë nëzirë njerës të rinjë që ka pas. Kush sa familje kanë qenë që binin pra e trashëgimonin nga të parët, fyllën dujare dhe fjöllin. Të parët kanë qenë Gjarazipi që kam dëgjuar unë, me cyllë dujare. Sa e pasha Gjarazipi, që është luajti gjishtrin Gjarazipi, unë e kopjova. Ka qenë Gjashako me Zamara, ka qenë kushëriri unë që ka qenë Kosovë, ka vdekur, dja Gjagjajt, Nazif Qel, që i binte, edhe Musamara, edhe unë që i kem mirën Zamarës. është edhe i djali Gjarazipit aji, i bje mirë edhe, aji Zëiri.